Sa ta s'po kthehet. Po pikërisht që kanë bëbare. Po kuptohet për çka, se faktikisht nëse është një kontroll. Çështja, problemi është te ato që e kanë përfitimin e jashtëzakonshëm. Këtë përfitim, pse duhet ta bëj dikush tjetër, to kanë të përfitojë qytetari në këtë rast. Pse me përfitu qytetari? Domethënë keku, qytetari përfiton e fatura, keku përfiton e investim, punëtorët përfitojnë e dinjitet. Do me thënë munden të gjithë dalin të kënaqur. Të gjithë dalin të kënaqur, po të kthehet distribucionin mbrana kekut ashtu si s'ka qenë. Po, pse s'po kthehet? Sipas jush? Unë po mendoj që kanë bë parë ata, përsa ta s'po kthehet. Po pikërisht që kanë bë parë. Po kuptohet për çka, se faktikisht nëse është një kontroll i mërthelt, nëse gjinden gabimet e kecit që de facto i ka dhe po shije në shëqare, atëherë jam i bindun që ka të drejt shteti të kthej pronën kekut ashtu që shka qenë distribucionin brana